Gjykata e Tiranës ka lënë në fuqi masën arrest me burg për 41 vjeçarin Filip Shehu, i cili vrau me thik kolegun e tij picier Indrit Ismailari në një lokal tek komuna e Parisit. Në deklarimet që ka bërë para togave të zeza të gjykatës së Tiranës, 41 vjeçari ka pretenduar se shpesh është ofenduar dhe ngacmuar në punë nga kolegu i tij, gjë që nuk e bënte askush tjetër. Ai nuk ka pasur asnjë punë me mua sepse nuk ishte shefi im që të më jepte urdhra, ka deklaruar 41 vjeçari. Ai ka thënë që nga ana e viktimës acarohej dhe sipas tij viktima mbante thik dhe thoshte nuk e çaj kokën fare për ty. E njëjta situatë sipas tij ka ndodhur edhe ditën e ngjarjes kur janë konfliktuar. Ndërkohë 41 vjeçari tha se vetëm të premten ka mësuar se Indrit Ismailari ka humbur jetën pasi e dinte vetëm që ishte plagosur dhe ka shprehur ngushëllime familjarëve. Avokati mbrojtës i tij, Ilir Murati, ka pretenduar se ngjarja ka ndodhur në kushtet e tronditisë së rëndë psiqike dhe klienti i tij kishte 13 vite që kurohej për çrregullim bipolar. Ai ka paraqitur dhe një dokumentacion mbi kurimin e Filip Shehut që nga viti 2013. Avokati kërkoi shtrim të detyrueshëm në spital psikiatrik si mas sigurie dhe kryerje në një ekspertize për shëndetin mendor. Mësohet se 41 vjeçari ishte i divorcuar dhe kishte një fëmijë.